Me rastin e 139 vjetorit të hapjes së mësonjtores së parë shqipe, shumë vizitorë, mësues dhe nxënës kanë zhvilluar vizita në ambientet e muzeut të shkollës së parë shqipe në Korçë. Në një prej dhomave të Muzeut të Arsimit Korçë janë të pasqyruara leje zyrtare e çeljes së mësonjtores së parë shqipe. Në të njëjtën ambient është pasqyruar deftesa e mësonjtores së parë shqipe. Ajo çfarë të bën përshtypje është diploma e mësonjtores së parë shqipe Korçë. Kjo shkollë historike, e njohur si mësonjtoria e parë shqipe, u hap më 7 mars 1887 dhe mbetet një nga simbolet më të rëndësishme të arsimit dhe identitetit kombëtar shqiptar. Si ka thënë mësuesja që dita e 7 marsit është dita kur është hapur shkolla e parë shqipe. Kjo shkolla që ju po shikoni sot. Në këtë ditë të shënuar, grupe nxënësish nga shkollat e Korçës, por edhe mësuese vizitor të ardhur nga treva të ndryshme shqiptare, kanë vizituar muzeun për të njohur nga afër historinë e arsimit shqip dhe sakrificat e patriotëve që bën të mundur hapjen e shkollës. Ku ka ditë më të mirë se kjo? I lumtur krenar që mund ta vizitoj këtë godinë kaq të mirë ku u bë mundësia për dritën e fëmijëve tanë, ardhmërinë e popullit tonë. Gjatë vizitave, nxënësit janë njohur me dokumente historike, fotografi dhe materiale që tregojnë rrugëtimin e arsimit në gjuhën shqipe, si dhe me figurat e para të mësuesve që kontribuan në përhapjen e dijes. Për shumë prej tyre, kjo vizitë është një moment të reflektimi dhe mirënjohjeje për mësuesit dhe për ata që hodhën themelet e shkollës shqipe, duke kthyer 7 marsin jo vetëm në një fest, por edhe në një ditë kujtese për historinë e arsimit shqiptar.